Sulmet ajrore izraelite vranë të paktën 100 palestinezë në të gjithë rrifin e Gazës gjatë natës, kanë bërë të ditur autoritetet lokale të shëndetësisë, ndërsa ndërmjetësuesit organizuan një raund të ri bisedimesh për armë pushim midis Izraelit dhe Hamasit. Izraeli ka bllokuar hyrjen e furnizimeve mjekësore, ushqimore dhe të karburantit në Gaza që nga fillimi i marsit, në përpjekje për të ushtruar presion mbi Hamasin që të lirojë pengjet izraelite, dhe ka miratuar plane që mund të përfshin kapjen e të gjithë rrifit të Gazës dhe kontrollin e ndihmës, shkruan Reuters. Hamasi thotë se do të lirojë pengjet vetëm në këmbim të një armë pushimi izraelit. Ndërmjetësuesit Egjipti dhe Katari, të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, filluan një raund të ri bisedimesh indirekte për armë pushim mes dy palëve të shtunën, por nuk pati përparim. Hamasi kishte propozuar lirimin e rreth gjysmës së pengjeve të tij izraelite në këmbim të një armë pushimi 2 mujor dhe lirimin e të burgosurve palestinezë të mbajtur nga Izraeli. Një zyrtar i Hamasit u shpreh se qëndrimi i Izraelit është i pandryshuar. Ata duan që pengjet e tyre të lirohen pa një angazhim për t'i dhënë fund luftës, theksoi ai.